Një vajzë e mitër është sulmuar seksualisht para disa ditëve në objektin e shkollës fillore në Ferizaj. 10-vjeçarja u sulmua seksualisht nga një 64 vjeçar që raportohej se ishte punëtor teknik i së njëjtës shkollë. Me 11 mars 2026, hetuesit rajonal janë njoftuar për incidentin që ka ndodhur në një shkollë të mesme të ulët në qytet. Pas raportimit të këtij rasti të rënd, i dyshuari është arrestuar nga policia e Kosovës dhe është ndaluar për 48 orë. Megjithatë, pavarësisht seriozitetit të rastit, në mënyrë skandaloze, gjykata themelore në Ferizaj ka vendosur që ndaj tij të caktohet masa e arrestit shtëpiak. Në një përgjigje për lajmin e, gjykata ka bërë të ditur se ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit për veprën penale sulm seksual. Kësaj 64 vjeçarit që dyshohet për sulm seksual ndaj nxënësës 10 vjeçare, thjesht mbetet në arrest shtëpiak, ndërsa mediat lokale në Ferizaj kanë raportuar se i njëjti dyshohej edhe më parë për raste të tilla.